Një nga probleme që deri tani është hasur më shpesh janë incidente që kanë lidhje me fotografimin e votës. Avokat, pse akoma kemi, po themi, personazhe ose persona qytetare që fotografojnë votën dhe domethënë si është e mundur që shkojnë deri aty sa marrin telefonin dhe nxjerrin telefonin në një qendër votimi ku është e monitoruar nga kamera, nga komisioner, nga vëzhgues. Pra, ku e gjen këtë guxim, e kam fjalën? Mosdhënia e informacionit është një faktor kryesor, pra personat mund edhe mos të dijen që është ndjekje penale kjo, se ka person të painformuar, këtu ndryshon Tirana në rrugicë dhe ka qasje tjetër, ka kuptim tjetër, ka botë tjetër edhe ndryshon njeriu nga çdo zonë që është nga ana e informacionit, jo se të gjithë e kanë njohurinë juridike, por ajo që unë shikoj te ky fakt është që kjo si ngjarje për mendimin tim mund të jetë nga krahu i opozitës. Pse po e them unë? Pse? Jo sepse ajo ka votuar opozitën, por sepse dikush mund të ketë skenuar një plan të tillë që të thotë që i personi ka fotografuar votën. Edhe këtu vjen tek fjalia prezumimi pafajësisë. Në rast se shikoni këto incidente, janë incidente të cilat janë bërë qëllimisht nga komisioner socialist për të dëmtuar antar apo njerëz të tjerë të cilët nuk do votojnë për Partinë Socialiste. Të flasim hapur dhe troç, ashtu siç duhet. Skenaret që bën policia e shtetit duke vendosur në procedim penal një kandidat për deputet nga krahu i opozitës, sepse personi është opozitar dhe nga krahu tjetër mos të duket asnjëri që është nga krahu i qeverisë që e filmon apo e fotografon votën e tij, kjo është çudi e madhe që ndodh gjithmonë në Shqipëri. Ashtu është një çudi e madhe që ndodhi po në Shqipëri, në Sarandë, në një kandidat i cili në lajmin e parë që pash unë u publikuar direkt nga mediat e qeverisë dhe nuk u publikuar direkt edhe nga mediat e tjera. Thjesht mediat e tjera pak më vonesë publikuan rastin. Dhe çfarë bërën? Direkt policia e shtetit doli me deklarat me policia e Sarandës që individi që ka person i cili dyshohet për sa i përket drogës. Pra e kuptoni ku jemi? Edhe fakti, edhe rasti me fotografimin e votës, edhe rastin që policia i merr përsëri për të demoralizuar njerëz që mos votojnë opozitar, prandaj bëhet kjo. Jo se qytetarët nuk janë të gjithë të formuar, por nuk besoj që naiviteti është kaq shumë i lartë. Që do të thotë, në të gjitha këto statistikat, gjithmonë janë njerëz të cilët vinë nga opozita në tërësi. Nuk them për Partinë Demokratike, por pjesën e opozitës, e gjithë. Partia Demokratike përfaqëson veten e saj. Opozita është një tërësi e gjerë e madhe për sa i përket përfshirjes së individ të cilët janë edhe ata të cilët bëjnë pjesë të opozitës. Avokat, si shpjegoj që jemi në vitin 2025 dhe ende kemi kandidat, simpatizant që gjumojnë, po themi, personazhe të partive të tjera që të mos shpërndajnë para, që të mos blen vota. Pra, duhet ishte puna e policisë dhe spakut kjo, dhe të mos përfshishin partitë politike në përplasje njëri me tjetrin? E thash në fillim që spaku është 3 barkas dhe policia e shtetit është në shërbim të partisë. Pse ndodh kjo gjë? Sepse kjo është lënë në mëshirë të fatit. Jemi në 2025, pretendojmë të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, që jemi në Bashkimin Sovjetik, harrojeni Bashkimin Evropian për 10 vite, ta harroni këtë gjë. Por thjesht ajo që unë shikoj në këtë rast është diçka shumë e ndryshme nga se si e shikoni ju. Sepse ne nuk kuptojmë fjalin meritokraci. Ne meritokracinë e kemi konvertuar me korrupsion, me lek, me para, dhe në fund fare, një socialist i cili punon për partinë kaq shumë, në fund fare përballet te avokati i thotë, s'kam ç'a të bëj më ty, sepse partia jote ka vendosur ligjin kundër teje. Dhe po ai shkon edhe voton partinë e vet. Më thuaj tani,
dhe bën edhe korrupsion. Më thuaj tani, në 2025 ç'a ndryshon? Ka ndryshuar viti apo ka ndryshuar mentaliteti? Nuk ka ndryshuar mentaliteti, ka ndryshuar vetëm viti, po ai është po njësoj. Që do të thotë, individi i cili punon për partinë dhe bën manipulime për partinë, një, ndihmon veten e tij, po shkatron dhe 100 veta të tjerë të cilët të ka rrethin e tij. Dhe 2, shkatron të ardhmen e fëmijëve të tij. Dhe 3, i thotë që Shqipëria është një vend që nuk mund të arrihet dot sepse këtu ekziston korrupsioni. Më fal zotëri, po kush e bë korrupsionin? Vetëm këta që janë lart e bëjnë korrupsionin, apo e bëjmë edhe ne korrupsionin që jemi pjesë e kësaj shoqërie? Sepse kam dëgjuar edhe këtë tjetrën, që korrupsionin e bëkan ata vetëm lart, po ju poshtë që po bëni kordin. Unë them për të gjithë. Pra, për të gjithë ata që bëjnë, nuk flas për ata të cilët nuk kanë lidhje fare me korrupsionin dhe nuk e kanë paur se s'duan ta bëjnë. Po flas për ata të cilët sot i ke nga subjekti më i pushtetshëm, që dihet kush është, që i ke në fush betej me pagat tona, pra me legët tona në 2025-ën dhe bëjnë numërimin ose më mirë evidentimin e votuesve kush voton për kë. Dhe i ke në administratë publike. Tani unë pse të fal një të administratës publike dhe ta marr në mbrojtje si avokat, ku ai unë e di që ka qenë një person që ka qenë, më fal për shprehje, qen i partisë dhe jo i shtetit. Unë një qen partisë nuk e pranoj kurrë si klient. Qenat e partisë të ikin nga sistemi sepse janë qenë partie dhe nuk janë njerëz të cilët ndihmojnë shtetin dhe qytetarët. Qenët e partisë i keni më shumë te kadastre, e dini ju. Gjithë sot keni gjithë qenat e kadastrës pa përjashtim i keni në fushat për Partinë Socialiste. E dini ç'a bën këta qenat e kadastrës? Këta japin qytetarëve përgjigje që dosja juaj nuk ka këte. Po kush nuk e ka kur qytetari është pajisur përpara me certifikat pronësie? Këto janë pikërisht qenat e partisë. Këto janë qenat të cilët nuk ja vlen jo të ndihmosh, po nuk ja vlen të mbrosh në gjykat. Se janë pikërisht qen. Dhe qen të ndihmojë partia dhe të japi ushqim partia, po kurse si shteti. Prandaj janë kaq i ashpër me ata të cilët përdorin mjetin e tyre të punës për të na penguar të ardhmen e brezit të ri të Shqipërisë, që të kemi një brez i cili të ketë mundësi të jetojë në Shqipëri. Vlora ka pjesëmarrjen më të ulët deri tani në votime. Vlora, qyteti i Vlorës. Nuk e di, tani po e dëgjoj nga ju për këtë gjë, nuk e di, nuk e kuptoj pse. Nuk mund të jap një shpjegim, por ajo që unë mund të them është që Vlora normalisht është një bastion i majt. Në rast se nuk ka shumë pjesëmarrje, do të thotë janë marrë kaq shumë karta identiteti se sa është bërë nami aty, është për tragjedi. Prandaj spaku duhet të ishte në kohë reale dhe të shikonte pse merren kartat e identitetit dhe kujt i merren kartat e identitetit. Ose të them një rast tjetër për kartat e identitetit. Ngjarja e Elbasanit, doli një prokuror dhe mashtroi publikisht dhe tha nuk ka materiale zgjedhore dhe i thanë gazetarët përfshini dhe kartën e identitetit. Jo, s'ka kartën e identitetit. Ndërkohë në dosje dhe në fashikull aty i kishe kartën e identitetit, 300 karta e identitetit qytetarëve për mos të votuar. Pra shikoni kush është sekreti. Mos pjesëmarrje shumë në votime favorizon gjithmonë partinë në pushtet. Edhe duke qenë në këtë fazë që Vlora nuk është me pjesëmarrje të madhe, kush favorizohet? Partia e parë, pra partia e pushtet, sepse ajo e detyron administratën që të votojë. Ndërsa opozita s'ka mjet detyrues. Prandaj, çfarë bëjnë këta organizata të tmerrit? Këta shkojnë atje, marrin kartën e identitetit, disa vjedhin portofola për të vjedhur kartën e identitetit derisa dalin karta denoncime dhe me radhë. Normalisht marrin kartat, marrin pasaportet dhe marrin gjitha këto. Po këto si marrim dot ne? I marrin organizime të caktuar partie që din terren e ka studiuar terrenin. Prandaj them që SPAK-u për mua është një institucion i cili punon për Partinë Socialiste, për Partinë e Punës, për Partinë Popullore Socialiste. Pse? Sepse pikërisht Partia Socialiste ka dhënë mesazhin që dua të jem në pushtet për të shkatruar Shqipërinë. Dhe shpopullimi ka qenë
ai shkatrimi i Shqipërisë. Dhe edhe një herë dua të them tek ju që mos pjesëmarrja në votime favorizon partinë në pushtet dhe në rast se votimet mbarojnë poshtë 50% pjesëmarrje, do të thotë që partia në pushtet është e favorizuar me makinacionin mblidh karta për mos të shkuar qytetarë në votime, sepse në rast se do të kemi një pjesëmarrje mbi 51% në këto zgjedhje, asnjë nga subjektet politike nuk e formon dot qeverinë në mënyrë të lehtëshëm. Por duke qenë në këto kushte, unë kam frikën time që nga pjesëmarrja do më rezultojë që do të kemi surpriza. Po tani çfarë surpriza do mbetet për tu parë, a do të jenë pozitive apo negative.